Në gjëja e parë që unë bëj, kur vijnë pasagjerat në aeroplan, ju ofroj towel, do më thënë peshqira, që mund t'jetë hot, të ngrohtë, ose të ftohtë në varësi të vendit ku ne jemi. Për shumë, nëse jemi në Dubai, sigurisht që do i ofroj peshqira të ftohtë. Për shkak se është nxehtë. Peshqirat i lagi me ujë dhe i spërcoj me një aromë. Dhe unë mund edhe të ta bëj, të ta demonstroj. Do me thënë, hajta zëmë kishe jemi në private jet. Okej. Ti e ullur. Je ullur ti. A jam ullur? Po, ti e ullur. Lutem. Ti e ullur dhe... Ku po fluturajon? New York. Në New York, okej. Okej. Ma'am? Thank you, faleminderit shumë. You're welcome. Edhe on step back a little. Ti i fshin duar, ti fshin fytyrën e krejt. Edhe të kthej brapsht. Thank you. Kjo ishte, do më thënë, kjo është gjëja e parë farë. Pastaj gjëja e dytë është... Po ti, u afrohesh pasagjerëve edhe pa të kërkuar ata thjesht për t'i pyetur nëse janë ç'është në rregull, duan diçka, apo tani hapi kjo është është gjëja e parë, ndërsa gjëja e dytë është ju afrohem dhe nëse duan diçka për të pirë. Dhe ata mund të kërkojnë ujë, mund të kërkojnë shampanjë, mund të kërkojnë çfarë do lloj pjesë sipas preferencave të tyre. Çka kërkojnë më shpesh? Ujë, sparkling water. Kam nisur dhe unë tani po pi ujë me gaz. Apo? Po. Okej. Pina ata, po pi dhe unë tani. Okej. Me ujin, okej. Po e zëm, domethënë, nuk kam besoj ndonjë gjë tjetër zakonshme te nuk ka. Te uji, sërse duhet ta bëjmë kështu me demonstrues, s'ka problem. Me demonstrim patjetër. Po, mirë, më pas pra mund të shtrohet edhe mëngjesi apo dreka, varësisht në çfarë periudhe është, po nga këto fluturimet e gjata që mund t'i kap 2-3 vakte, po. Duhet të jenë gjithçka të ngrohta, të gatshme, ka aty... Sa staf ka një private jet? Vetëm unë. Vetëm ti je? Unë dhe pilotat, po kjo është në varësi të numrit të pasagjerëve. Nëse ka shumë pasagjerë, sigurisht që do t'jetë edhe një kru tjetër, një kolege tjetër. Okej, interesante. Deri tani me atë që ke fluturuar ndonjëherë për Kosovë? Jo. Me çfarë fjalë? Jo. Jo. Okej. Në cilat vendet të ka rastis shkosh më shpesh, pra të bësh fluturimet? Po më interesanti tani herë në fundit kam qenë në Uzbekistan. Në Uzbekistan? Po, për 12 orë. Shumë interesant, më shduk. Shkojmë në New York, në US, të më thënë në SBA, shkojmë në disa destinacione, në Europë, në disa destinacione, gjithandej. Po, kur nuk ka nevoj pasagjeri për diçka, për ndonjë shërbim, si japën ti? Gjenë edhe pak kohë për pushim për vete, të ushehesh edhe ti për vete, të marrë diçka për të pirë, sa të lehtë janë për komunikim këta persona që fluturojnë me avion privat?